Në arhivele sekrete ale Ministrisë së Jashtme Britanike, në dimrin e vitit 1985, u gjet një telegram i koduar që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Telegrama mbarte datën 5 prill 1939, 2 ditë para se mbreti Zog të largohej nga Shqipëria. Përmbajtja ishte shokuese, një plan i detajuar për evakuimin e familjes mbretërore, hartuar nga vetë Zogu, me instruksione specifike për ruajtjen e rezervave të arit, transferimin e dokumenteve të klasifikuara, dhe diçka që duket e pabesueshme. Emrat e 15 zyrtarëve të lartë që tashmë ishin pajtuar të bashkëpunonin me Italinë. Si e dinte Zogu 2 ditë më parë se çfarë do të ndodhte? Kush e paralajmëroi atë? Dhe më e rëndësishme, pse historianët kanë mbajtur këtë dokument të fshehtë për më shumë se 30 vjet? Nëse pyesni sot çdo shqiptar mbi 70 vjeç, ai do t'ju tregojë të njëjtën histori. Mbreti Zog ishte një frikacak që la popullin e tij në duart e pushtuesve fashist. Por çfarë nëse kjo histori është gabim? Çfarë nëse largimi i tij nuk ishte akt frikacakërie, por një lojë shahu e menduar me muaj më parë? Çfarë nëse Zogu e dinte diçka që ne nuk e kemi ditur deri tani? Për të kuptuar se çfarë ndodhi vërtet në 7 prill 1939, duhet të kthehemi në fillim. Ahmet Muhtar Zogolli, kështu quhej emri i tij i vërtet, lindi në Burgajet, një fshat malor në Shqipërinë e Veriut, në tetor të vitit 1895. Nuk kishte asgjë në fëmijërinë e tij që sugjeronte se një ditë ai do të bëhej mbret. Familja e tij ishte e pasur, por jo mbretërore. Babai i tij, Xhemal Pasha Zogolli, ishte një nga bajraktarët më të fuqishëm të Matit, por kjo nuk e bënte djalin e tij një kandidat për fronin. Por Zogu kishte diçka që të tjerët nuk e kishin, një aftësi të jashtëzakonshme për të lexuar njerëzit dhe për të parashikuar ngjarjet. Kur kishte vetëm 12 vjeç, ai ju tha të ëmës: "Shqipëria do të jetë e lirë një ditë dhe unë do të jem aty ta drejtoj." Nëna e tij e konsideroi këtë si fantazi fëmijërore. Por djali i saj nuk ëndërronte, ai planifikonte. Shkollimi i tij në Stamboll e ekspozoi ndaj politikës otomane dhe intrigave të pallatit. Ai pa me sytë e tij se si perandorit rane u ngritën, se si besnikëria blije e shitej, se si sekrete të vogla mund të përdoreshin për të kontrolluar njerëz të fuqishëm. Kur u kthye në Shqipëri në vitin 1912, ai nuk ishte më djaloshi naiv nga Mati, ishte një lojtar politik që kishte mësuar nga mjeshtrit e Stambollit. Pavarësia e Shqipërisë në 28 nëntor 1912 e gjeti Zogun gati. Ndërsa të tjerët festonin, ai mendonte për të ardhmen. Ai e dinte se pavarësia ishte vetëm hapi i parë. Sfida e vërtet do të ishte të mbante Shqipërinë të pavarur në një botë ku fuqi të mëdha si Italia, Greqia dhe Serbia shkonin syt nga tokat shqiptare. Në vitet e para pas pavarësisë, Shqipëria ishte kaos. Qeveri binin e ngriheshin brenda javësh. Bandat sundonin në shumë zona. Ekonomia ishte në gërmadha. Ishte në këtë kaos që Zogu filloi të ngritej. Ai nuk luftoi për pushtet me armë, kishte të tjerë që e bënin këtë. Ai luftoi me diplomaci, me aleanca, me premtime të bëra në dhoma të mbyllura ku asnjë gazetar nuk mund të dëgjonte. Në janar të vitit 1922, në moshën vetëm 26 vjeçare, Ahmet Zogu u bë ministër i brendshëm. Ishte hapi i parë në një shkallë që do ta çonte drejt pushtetit absolut. Por çfarë e bëri këtë të ri nga Mati kaq të suksesshëm kur politikan më të vjetër dhe më të përvojshëm dështuan? Përgjigjja qëndron në diçka që shumë pak njerëz e dinë. Zogu kishte krijuar një rrjet informatorësh që arrinte në çdo qytet, çdo fshat, çdo klan në Shqipëri. Ish oficer të policisë së tij flasin për dosjet e kaltërta, dosje të fshehtë që Zogu mbante personalisht për çdo figurë të rëndësishme politike në vend. Në këto dosje ishin sekrete që mund të shkatëronin karriera, marrëdhënie të paligjshme, borxhe fshehura, korrespondencë me qeveri të huaja. Zogu nuk përdorte këto sekrete për të shantazhuar, jo ende. Por vetë ekzistenca e tyre ishte mjaft për ta bërë njerëzit të kujdesshëm se çfarë thonin dhe çfarë bënin. Në qershor të vitit 1924, Zogu u zgjodh kryeministër. Kishte vetëm 28 vjeç. Por mosha e tij e re nuk e shqetësonte, ai kishte fuqinë reale. Kishte ushtrinë, kishte policinë, kishte informatorët. Dhe kishte diçka më të rëndësishme, kishte vizion për atë që Shqipëria duhej të bëhej. Por në dhjetor të njëjtit vit ndodhi diçka që pothuajse e mbaroi karrierën e tij.
Një grup kundërshtarësh politik të mbështetur nga forcat demokratike dhe nga klane rivale ngritën një rebelim. Zogu u detyrua të largohej nga Tirana dhe të kërkojë strehim në Jugosllavi. Për shumë, kjo dukej si fundi. Por Zogu e dinte diçka që kundërshtarët e tij nuk e dinin: largimi është ndonjëherë lëvizja më e mençur në shah. Gjatë muajve të tij në mërgim në Beograd, Zogu nuk qëndroi inaktiv. Ai negocioi me qeverinë jugoslave, premtoi koncesione ekonomike, nënshkroi marrëveshje të fshehta. Dhe në dhjetor të vitit 1925, me mbështetje ushtarake nga Jugoslavia, ai marshoi përsëri në Tiranë. Këtë herë nuk kishte dyshim se kush ishte në komandë. A ishte kjo trufllazi apo gjenie strategjike? Zogu kishte humbur një betejë por kishte fituar luftën. Në janar të vitit 1926, Parlamenti Shqiptar e shpalli Ahmet Zogun president të Republikës së Shqipërisë. Por ai nuk ishte i kënaqur me këtë titull. Ai donte më shumë. Dhe në 1 prill 1927, ai mori atë që donte, u shpall mbreti shqiptarëve me emrin Zog i parë. Ishte një moment historik. Për herë të parë në historinë moderne, Shqipëria kishte një mbret shqiptar. Jo një princ i huaj të vendosur nga fuqitë e mëdha, por një njeri nga vetë Shqipëria. Populli duar trokiti. Diplomatët e huaj shtrënguan kokën. Si mund një ish oficer nga mati të shpallte veten mbret? Ku ishte linja mbretërore? Ku ishin precedentet historik? Por Zogu nuk kishte nevojë për precedente. Ai kishte krijuar realitetin e tij. Ai kishte pushtetin, ai kishte mbështetjen e ushtrisë, ai kishte kontrolluar narrativën. Dhe kishte bërë diçka të mençur, kishte premtuar modernizim. Shqipëria do të kishte rrugë, shkolla, spitale, industri. Ai do ta transformonte një vend mesjetar në një shtet modern. A mbajti këto premtime? Disa prej tyre, po. Por çmimi i modernizimit ishte i lartë. Për të financuar ambicjet e tij, mbreti Zog u kthye drejt Italisë. Benito Mussolini, i cili kishte ardhur në pushtet në Itali në 1922, shikonte Shqipërinë me interes. Adriatiku ishte kyçi për ambicjet e tij mesdhetare. Dhe Shqipëria, e varfër dhe e paqëndrueshme, ishte zemra e dobët në flankën e tij lindore. Në nëntor të vitit 1927, pak muaj pas kurorëzimit të tij, Zogu nënshkroi paktin e parë të Tiranës me Italinë. Ishte një marrëveshje miqësie dhe sigurie. Por kushtet e fshehta ishin shqetësuese. Italia do të kishte të drejtën të trajnonte ushtrinë shqiptare, do të kishte koncesione në minierat shqiptare, do të kishte kontroll mbi portet. Në shkëmbim, Shqipëria do të merrte hua dhe asistencë teknike. Disa këshilltar të Zogut e paralajmëruan. Majesteti juaj, tha një prej tyre në një mbledhje të fshehtë, kjo marrëveshje do të na shndërrojë në një protektorat italian. Por Zogu i heshti kritikët me një argument të thjeshtë: pa para italiane, nuk ka rrugë. Pa rrugë, nuk ka ekonomi. Pa ekonomi, nuk ka mbretëri. Zgjidhni, varfëri dhe pavarësi simbolike, apo zhvillim dhe kompromis të kontrolluar. Ishte logjik e ftohtë. Por a ishte e saktë? Zogu besonte se mund ta kontrollonte marrëdhënien me Italinë, se mund të merrte paratë e tyre pa u bërë kukull e tyre. Por Mussolini po luante një lojë më të gjallë. Çdo hua, çdo marrëveshje, çdo këshilltar italian në Tiranë ishte një hallk tjetër në zinxhir. Në nëntor të vitit 1928, një vit pas paktit të parë, u nënshkrua pakti i dytë i Tiranës. Kësaj here, kushtet ishin edhe më të favorshme për Italinë. Ata do të kishin të drejtën të vendosnin këshilltar ushtarak në nivelet më të larta të ushtrisë shqiptare. Zogu tentoi të rezistonte, por kishte pak zgjedhje. Borxhet e Shqipërisë ndaj Italisë po rriten. Ekonomia e vendit ishte e varur nga subvencionet italiane. Ishte duke u bërë gjithnjë e më e qartë se kush ishte zoti dhe kush shërbëtori. Por në jetën private të tij, mbreti Zog po përjetonte një ndryshim të madh. Në prill të vitit 1938, ai u martua me mbretëreshën Geraldine, një aristokrate hungareze e bukur dhe të shkolluar. Dasma ishte madhështore, një spektakël që duhej të tregonte se Shqipëria kishte mbërritur në skenën ndërkombëtare. Por pas festës, Zogu i besoi gruas së tij një sekret që nuk ja kishte thënë asnjë tjetër: kohën kemi të kufizuar këtu. Italia po përgatitet për diçka të madhe. Geraldina ishte e tronditur.
Çfarë doni të thoni? Pyeti ajo. Zogu u ngrit dhe shikoi nga dritarja e pallatit drejt detit. Mussolini nuk do të ndaloj në këshilltar dhe hua. Ai do Shqipërinë. Dhe ai do ta marrë atë së shpejti. Mbretëresha e pyeti, atëherë pse nuk bëni diçka? Pse nuk thërrini për ndihmë? Zogu buzëqeshi hidhur. Këtë thëras? Britaninë që është e zënë me Hitler? Francën që është e shqetësuar për Gjermaninë? Të gjithë po shikojnë në tjetër anë. Ne jemi vetëm. Ky dialog, i raportuar më vonë nga një shërbëtor i pallatit që ishte pranë, zbulon një të vërtet shqetësuese. Zogu e dinte se pushtimi ishte i pashmangshëm. Por nëse e dinte, pse nuk u përgatit? Pse nuk forcoi ushtrinë? Pse nuk kërkoi aleanca të reja? Apo më mirë, a ishte duke u përgatitur në heshtje për një strategji krejtësisht tjetër? Në arkivat e Ministrisë së Jashtme britanike ekziston një raport i shkruar nga ambasadori britanik në Tiranë në shkurt të vitit 1939. Raporti thotë, mbreti Zog duket se po bën përgatitje për largim të mundshëm. Rezervat e arit të bankës kombëtare po transferohen në mënyrë diskrete jashtë vendit. Anëtarë të familjes mbretërore po dërgojnë sende të çmuara në Greqi dhe Egjipt. Kur e pyeta për këto lëvizje, mbreti mohoi çdo plan evakuimi, por qëndrimi i tij ishte i paqartë. Pra, 2 muaj para pushtimit italian, Zogu po lëvizte aset. A ishte kjo trufllazi? Apo ishte realizëm i ftohtë? Zogu e dinte se nuk mund të mbronte Shqipërinë kundër Italisë. Ushtria e tij kishte vetëm 15.000 trupa, shumica e tyre të pajisur keq. Italia kishte qindra mijëra ushtar, avion, tanke, flotë luftarake. Ishte David kundër Goliathit, por pa hobe. Por nëse Zogu e dinte se nuk mund të fitonte, pse nuk dorëzohej më herët? Pse nuk negocioi një marrëveshje që do t'i lejonte të mbetej si mbret simbolik në mbrojtjen italiane? Këtu hym në një territor të panjohur. Sepse sipas dëshmive të reja, Zogu nuk po planifikonte as për fitore as për dorëzim. Ai po planifikonte për diçka krejtësisht tjetër, për të ruajtur identitetin shqiptar duke krijuar një qeveri në mërgim. Kjo ide mund të duket moderne, por në fakt ishte gjithçka tjetër. Kishte precedente, gjatë luftës së parë botërore, qeveritë belge dhe serbe vazhduan të funksionin në mërgim ndërsa vendet e tyre ishin nën pushtim. Por për ta bërë këtë, Zogu kishte nevojë për 3 gjëra: armë për të financuar operacionet, dokumente për të provuar legjitimitetin dhe besnik që do të ndiqnin atë në mërgim. Dhe pikërisht këto 3 gjëra ai po siguronte në heshtje në muajt para pushtimit. Në mars të vitit 1939, tensionet mes Shqipërisë dhe Italisë arriten kulmin. Mussolini kishte dërguar një ultimatum: Shqipëria duhet të pranojë një protektorat italian ose do të përballet me pasoja. Zogu refuzoi. Por kur e bëri këtë, ai tashmë kishte siguruar dërgesat e para të arit në Greqi. Në ditët para 7 prillit, Tirana ishte plot me thashetheme. Njerëzit flisnin në zë të ulët, mbretit po përgatitet të ikë. Ari është dërguar jashtë. Familja mbretërore po bën çanta. Zogu i dëgjonte këto thashetheme, por nuk bëri asnjë përpjekje për t'i mohuar. Ndoshta ai donte që populli ta dinte, që të ishte i përgatitur për atë që do të vinte. Në mëngjesin e 5 prillit 1939, flota italiane u shfaq në horizon. 30 anije luftarake duke transportuar më shumë se 20.000 trupa. Forcat shqiptare, të pakta dhe të panorganizuara, tentuan të rezistonin në Durrës, por lufta mbaroi para se të fillonte. Deri në mbrëmje, flamuri italian valvit mbi qytetin. Në Tiranë, Zogu thiri një mbledhje urgjente të Këshillit të Ministrave. Disa ministrat ishin për rezistencë. Majesteti juaj, tha njëri prej tyre, duhet të luftojmë. Nëse largohemi, historia do të na gjykojë si tradhtar. Zogu e shikoi me një shprehje të pashprehur. Historia do të na gjykojë sërish, shok i nderuar. Por unë preferoj të gjykohem për të jetuar sesa për të vdekur pa kuptim. Shqipëria ka nevojë për një simbol rezistence, jo për një martir të kollë. Këto fjalë, të raportuara nga disa të pranishëm në atë mbledhje, zbulojnë mendjen e Zogut. Ai nuk po ikte nga frika. Ai po ikte nga strategji. Sepse ai besonte se vetëm duke mbetur gjallë dhe i lirë, mund të vazhdonte të përfaqësonte Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Ai ishte ai i saktë. Vitet që do të vinin do ta tregonin.
Në mbrëmjen e 6 prillit, familja mbretërore filloi përgatitjet për largim. Çantë u mbushën me dokumente, me fotografi familjare, me gjëra personale që nuk mund të liheshin pas. Por një send ishte më i rëndësishëm se të gjitha të tjerat, një kuti e vogël metalike që përmbaninte vulën zyrtare të mbretit dhe listën e të gjithë zyrtarëve shqiptar në mërgim që ishin pajtuar të bashkëpunonin me qeverinë në ekzil. Kjo listë ishte jetike. Pa të, Zogu do të ishte thjesht një refugjat tjetër. Me të, ai mbetej mbreti i Shqipërisë. Por në atë natë të 6 prillit ndodhi diçka që pothuajse e shkatërroi të gjithë planin. Një grup oficerësh të ushtrisë, të udhëhequr nga koloneli Abbas Kupi, erdhën në pallat dhe kërkuan të takonin mbretin. Kur u lejuan të hynin, ata folën hapur: "Madhëria juaj, ne jemi gati të luftojmë. Jepni urdhrin dhe ne do të marshojmë kundër italianëve. Do të vdesim nëse duhet, por nuk do t'i dorëzojmë vendin pa luftë." Zogu i dëgjoi në heshtje. Pastaj u ngrit dhe ecën drejt dritares. Jashtë, Tirana ishte e errët, qyteti kishte fikur dritat nga frika e bombardimeve. Kur foli, zëri i tij ishte i lodhur: "Kolonel Kupi, ju jeni një patriot. Por patriotizmi pa strategji është vetvrasje. Italianët kanë 20.000 trupa në Durrës dhe më shumë po vinë. Ne kemi sa? 5.000? 6.000? Dhe me çfarë armatimi? Me pushkë që mbeten nga lufta e parë botërore? Me municione që mbarojnë pas një ore lufte?" Kupi nuk u dorëzua: "Por madhëria juaj, nëse ne nuk luftojmë, çfarë do të mendoj bota? Çfarë do të mendoj populli?" Zogu u kthye dhe e shikoi drejt në sy: "Bota do të mendoj atë që ne do t'i themi të mendoj. Dhe populli do të kuptoj kur të shohë se ne nuk kemi vdekur kot, por kemi mbetur gjallë për të luftuar një ditë tjetër. Tani shkoni dhe përgatitni trupat tuaja. Jo për luftë, por për tërheqje të organizuar. Kjo është urdhri im." Ky dialog, i dokumentuar në ditarin personal të kolonel Kupit që u publikua në vitet 60, tregon një Zog krejtësisht ndryshe nga imazhi i frikacakut që propaganda italiane dhe më vonë ajo komuniste e krijoi. Ky ishte një njeri që kishte bërë llogaritë e tij dhe kishte vendosur se shpëtimi i simboleve të shtetit ishte më i rëndësishëm se një luftë e humbur. Por jo të gjithë e kuptonin këtë logjikë. Në mëngjesin e 7 prillit, kur lajmi u përhap se mbreti po përgatitej të largohej, turm grumbulloheshin jashtë pallatit. Disa bërtitnin: "Mos na lini." Të tjerë hidhnin gur. Një grua e moshuar, e mbështjell në të zeza, u gjunjëzua në rrugë dhe thirri: "Mbreti ynë po na tradhtoi." Por kishte edhe të tjerë që kuptonin. Një burr i vjetër, veteran i luftrave ballkanike, i tha turmës: "Lëreni të shkoj. Nëse mbetet këtu, italianët do ta vrasin ose do ta bëjnë kukull. Të paktën kështu ai mund të flasë për ne në botë." Kjo ndarje e opinionit publik ishte pikërisht ajo që Zogu e kishte parashikuar. Ai e dinte se do të gjykohej ashpër. Por ai besonte se historia do ta shfaqsonte. A kishte të drejtë? Kjo pyetje ende debaton sot, 86 vjet më vonë. Në mesditën e 7 prillit, konvoji mbretëror u nis nga Tirana. 5 makina të blinduara, të mbushura me familjen mbretërore, ministrat kryesor dhe gardën personale. Rrugët ishin plot me refugjat që po largoheshin nga qytetet bregdetare. Fëmijë qanin. Gra mbarnin çanta të rënda. Burra me fytyra të mpira shkonin në heshtje. Kur makina e mbretit kaloi, disa njerëz u përkulën. Të tjerë kthyen kokën. Destinacioni i parë ishte Florina në Greqi, vetëm disa orë larg kufirit. Por udhëtimi nuk ishte i sigurt. Agjent italian ishin kudo dhe kishte frikë se mund të organizohej një prik. Për këtë arsye, Zogu kishte dërguar më parë një grup besnikësh për të siguruar rrugën. Këta burra, shumica prej tyre oficer të policisë së fshehtë, kishin vendosur pika kontrolli dhe kishin identifikuar rrugë alternative në rast se rruga kryesore bllokohej. Kur konvoji arriti në kufi, u prit nga forcat greke. Qeveria greke, edhe pse e shqetësuar për reagimin italian, kishte rënë dakord të jepte azil të përkohshëm për familjen mbretërore. Por kushtet ishin të qarta: Zogu nuk mund të bënte deklarata politike nga toka greke. Nuk mund të organizonte rezistencë. Nuk mund të bëhej një problem diplomatik. Zogu pranoi këto kushte, por vetëm në dukje. Sepse që në natën e parë në Florin, ai filloi të dërgonte telegrame të kodora në kryeqytetet evropiane.
Në Londër, në Paris, në Washington. Mesazhi ishte i njëjtë, mbreti i Shqipërisë është gjallë dhe i lirë. Qeveria shqiptare vazhdon të ekzistojë në mërgim. Pushtimi italian është i palishëm dhe nuk do të pranohet nga populli shqiptar. Por a e dëgjoi dikush? Në Londër, zyra e jashtme regjistroi telegramën dhe e arkivoi. Në Paris, Ministria e Jashtme dërgoi një përgjigje të sjellshme, por jo angazhuese. Në Washington, Departamenti i Shtetit as nuk u përgjigj. Bota kishte probleme më të mëdha. Hitleri kishte pushtuar Çekoslovakinë, lufta në Spanjë ende vazhdonte, tensionet në Poloni po rriten. Shqipëria e vogël ishte një shënim në fund të faqes. Por zogu nuk u dorëzua. Nëse qeverit nuk do ta dëgjonin, ai do t'i drejtojë opinionit publik. Në maj të vitit 1939, ai dha intervistën e tij të parë për një gazetë britanike. Titulli ishte: Mbreti në mërgim, Shqipëria nuk do të harrohet. Në intervistë, zogu foli për historinë e Shqipërisë, për luftën për pavarësi, për rezistencën kundër perandorisë otomane. Dhe pastaj bëri një deklaratë që i habitur shumë: unë nuk jam larguar nga Shqipëria nga frika. Jam larguar sepse e di se kthimi im është i pashmangshëm. Dhe kur të kthehem, do të jem në krye të një populli të lirë, jo si rob i një pushtimi të huaj. Këto fjalë u ribotuan në gazeta në të gjithë Evropën. Disa e admiruan guximin e tij. Të tjerë e quajtën iluzion. Por një gjë ishte e qartë, zogu nuk po sillej si një mbret i mundur. Ai po sillej si një lider në pritje të momentit të tij. Por jeta në mërgim nuk ishte e lehtë. Familja mbretërore lëvizte nga një vend në tjetrin, nga Greqia në Turqi, nga Turqia në Egjipt, nga Egjipti në Francë. Çdo lëvizje ishte e rrezikshme. Agent italian i ndiqnin. Kishte plane për rrëmbim, madje edhe për vrasje. Në një rast, në Stamboll, një burr i panjohur u afrua me makinën e zogut dhe hodhi një granatë. Granata nuk shpërtheu, ishte defekte. Por mesazhi ishte i qartë: Mussolini e donte zogun të heshtur, dhe nëse nuk mund ta heshte, do ta eliminonte. Megjithatë, zogu vazhdoi. Në shtator të vitit 1939, kur lufta e dytë botërore filloi zyrtarisht me pushtimin gjerman të Polonisë, zogu pa një mundësi. Ai shkroi letra personale te kryeministri britanik Neville Chamberlain dhe te presidenti amerikan Franklin Roosevelt. Në këto letra, ai ofroi shërbimet e tij. Shqipëria mund të jetë një aleat i vogël, por pozicioni ynë strategjik në Adriatik është jetik. Nëse Britania dhe Amerika më mbështesin, unë mund të organizoj rezistencë nga brenda. Por as Chamberlain as Roosevelt nuk ju përgjigjen. Britania ishte e zënë me mbrojtjen e ishujve të saj. Amerika ende nuk kishte hyrë në luftë. Shqipëria, edhe një herë, ishte shumë e vogël për t'u marrë parasysh. Në këtë pikë, shumë njerëz do të ishin dorëzuar. Por jo zogu. Ai filloi të punojë në një nivel tjetër. Nëse qeverit nuk do ta dëgjonin, ai do të krijonte një rrjet privat. Ai kontaktoi shqiptar në mërgim, intelektual, tregtar, ish oficer. Dhe filloi të ndërtojë atë që sot do të quhej një qeveri hije. Kjo qeveri nuk kishte territor, por kishte legjitimitet simbolik. Kishte vulën mbretërore, kishte dokumentet zyrtare, kishte njohjen e një numri të vogël shtetesh. Por më e rëndësishmja, kishte diçka që Italia nuk mund ta merrte, shpresën. Sepse për sa kohë zogu ishte gjallë dhe i lirë, shqiptarët në atë dhe dinin se rezistenca ishte e mundur. Dinin se dikush, diku, po fliste për ta. Po luftonte për ta. Edhe nëse kjo luftë ishte vetëm me fjalë, ishte më shumë se heshtja. Në dhjetor të vitit 1940, zogu dhe familja e tij mbërritën në Londër. Britania, tani në luftë me Gjermaninë dhe Italinë, ishte më e hapur ndaj aleatëve të mundshëm. Zogu u prit nga zyrtar të zyrës së jashtme dhe iu dha një rezidencë në një lagje të qetë të Londrës. Por edhe këtu, ai nuk ishte i sigurt. Bombardimet gjermane goditnin Londrën çdo natë. Dhe kishte frikë se agent italian ose gjerman mund të përpiqeshin ta vrisnin. Megjithatë, zogu përdori kohën e tij në Londër për të lobuar. Ai takoi antar të parlamentit, gazetar, diplomat. Ai shkroi artikuj për gazeta britanike duke shpjeguar historinë e Shqipërisë dhe duke argumentuar se çlirimi i Shqipërisë duhej të ishte pjesë e planit të aleatëve përpas luftës. Disa e dëgjuan me interes. Të tjerë ishin skeptik. Por zogu nuk ndaloi.
Në prill të vitit 1941 ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Mbretëresha Geraldina lindi një djalë, Princ Leka. Ishte një moment gëzimi, por edhe simbolizmi të thellë. Sepse tani, linja mbretërore kishte një trashëgimtar. Edhe nëse Zogu nuk do të kthehej kurrë në Shqipëri, djali i tij mund ta bënte. Dinastia nuk kishte vdekur. Por gëzimi ishte i shkurtër. Në qershor të njëjtit vit, Gjermania pushtoi Jugosllavinë dhe Greqinë. Tani, e gjithë Ballkani ishte nën kontroll fashist. Shqipëria nuk ishte më vetëm nën pushtim italian, ishte pjesë e një perandorie fashiste që shtrihet nga Berlini në Athinë. Shpresat për një çlirim të shpejtë u shuan. Por në Shqipëri, diçka tjetër po ndodhte. Grupe rezistence po formoheshin. Disa ishin nacionalistë që besonin te mbreti Zog. Të tjerë ishin komunistë që besonin te Bashkimi Sovjetik. Dhe të tjerë ishin thjesht fshatarë që donin të largonin pushtuesit. Këto grupe nuk ishin të koordinuara, por ekzistenca e tyre tregonte se shpirti i rezistencës nuk kishte vdekur. Zogu dëgjoi për këto grupe dhe tentoi të kontaktojë me ta. Ai dërgoi emisar të fshehtë në Shqipëri, duke u përpjekur të krijojë një rrjet komunikimi. Por ishte e vështirë. Shumë prej këtyre grupeve nuk e besonin Zogun. Ata e shikonin si një mbret që i kishte braktisur. Dhe komunistët, në veçanti, e shikonin si një armik të klasës. Kjo ndarje brenda rezistencës shqiptare do të kishte pasoja tragjike në vitet që do të vinin. Por në vitin 1041, askush nuk e dinte ende se sa e thellë do të bëhej kjo ndarje. Në dhjetor të vitit 1041, Japonia sulmoi Pearl Harbor dhe Amerika hyri në luftë. Për Zogun, kjo ishte një shenjë shprese. Tani, fuqia më e madhe në botë ishte në luftë kundër fashizmit. Sigurisht, Amerika do të ndihmonte të çlironte Shqipërinë, por edhe një herë, Zogu u shgënjye. Amerika ishte e fokusuar në paqësor dhe në Gjermani. Ballkani ishte një prioritet i ulët. Dhe brenda qeverisë amerikane kishte debate për se kush duhej të mbështetej në Shqipëri, mbretëristët apo komunistët. Disa zyrtar argumentonin se komunistët ishin më të organizuar dhe më të gatshëm për të luftuar. Të tjerë argumentonin se mbështetja e komunistëve do të çonte në një Shqipëri nën kontroll sovjetik pas luftës. Këto debate do të përcaktonin fatin e Shqipërisë. Por në vitin 1041, askush nuk e dinte ende se si do të mbaronte lufta. Dhe Zogu, në mërgimin e tij në Londër, vazhdonte të shpresonte se një ditë do të kthehej në atë. Por a ishte kjo shpresë realiste? Apo ishte iluzion? Dhe më e rëndësishmja, a kishte Zogu të drejtë që të largohej në 7 prill 1939? A ishte ai një frikacak që la popullin e tij, apo një strateg që ruajti simbolet e shtetit për një ditë tjetër? Këto pyetje do të debatoheshin për dekada. Por për t'ju përgjigjur, duhet të shikojmë më thellë në atë që ndodhi pas largimit të tij. Në arkivat e sigurimit të shtetit shqiptar, të hapura pjesërisht në vitet 90, ekziston një dosje e koduar me numrin UM0544. Kjo dosje përmban raporte nga agjentë të fshehtë që monitoronin aktivitetet e mbretit Zog në mërgim. Raportet janë shqetësuese, ato tregojnë se Zogu nuk ishte thjesht një refugjat pasiv. Ai ishte duke organizuar, duke planifikuar, duke krijuar rrjete. Ai kishte kontakte me shërbime të fshehta britanike, me grupe rezistence në Ballkan, me shqiptar në mërgim në të gjithë botën. Një raport nga marsi i vitit 1042 thot, subjekti vazhdon të mbajë takime të fshehta me zyrtar britanik. Qëllimi i këtyre takimeve nuk është i qartë, por ka dyshime se po diskutohen plane për një operacion ushtarak në Shqipëri. A ishte kjo e vërtetë? Apo planifikonte Britania një operacion për të çliruar Shqipërinë dhe për ta rikthyer Zogun në pushtet? Dokumentet britanike të deklasifikuara në vitet 80 japin një përgjigje të pjesshme. Po, kishte plane. Por ato nuk ishin për Zogun. Ato ishin për të mbështetur grupet e rezistencës që tashmë luftonin në Shqipëri. Dhe këto grupe, siç e përmendëm, nuk ishin të gjitha pro Zog. Shumë prej tyre ishin komunistë. Kjo ishte një goditje e rëndë për Zogun. Ai kishte shpresuar se aleatët do ta mbështesnin atë si lider legjitim të Shqipërisë. Por në vend të kësaj, ata po mbështesnin forcat që e shikonin atë si një armik.
Ishte një ironi e hidhur, njeriu që kishte ruajtur simbolet e shtetit shqiptar në mërgim po injorohet nga ata që supozohej se do ta çliron atë e tij. Por Zogu nuk u dorëzua. Në vitet 1042 dhe 1043, ai intensifikoi përpjekjet e tij. Ai shkroi letra dhe intervista, loboi. Ai argumentoi se vetëm një Shqipëri në udhëheqje mbretërore mund të ishte një aleat i besueshëm i perëndimit pas luftës. Ai paralajmëroi se nëse komunistët merrnin pushtetin, Shqipëria do të bëhej një satelit sovjetik. Këto paralajmërime, siç e dim tani, ishin profetike. Por në atë kohë, pak njerëz i dëgjuan. Lufta ende vazhdonte dhe prioriteti ishte të mposhtnin fashizmin, jo të shqetësoheshin për atë që do të ndodhte pas luftës. Në nëntor të vitit 1043, forcat gjermane zëvendësuan italianët në Shqipëri. Pushtimi u bë edhe më brutal. Por rezistenca u intensifikua. Dhe në krye të kësaj rezistence ishin komunistët të udhëhequr nga një burr i ri me emrin Enver Hoxha. Ky emër do të bëhej sinonim me Shqipërinë për 50 vjet. Por në vitin 1043, ai ishte ende një figurë e panjohur. Zogu dëgjoi për Hoxhën dhe tentoi të kontaktoj me të. Ai dërgoi mesazhe duke ofruar bashkëpunim. Por Hoxha refuzoi. Për të, Zogu përfaqësonte të kaluarën, një të kaluar feudale, monarkiste, të lidhur me fuqitë perëndimore. Hoxha donte një të ardhme të re, një Shqipëri socialiste, të pavarur nga perëndimi dhe e lidhur me Bashkimin Sovjetik. Kjo ndarje ideologjike do të përcaktonte fatin e Shqipërisë për gjysmë shekulli. Por në vitin 1043, askush nuk e dinte ende se sa e thellë do të bëhej kjo ndarje. Në nëntor të vitit 1044, forcat gjermane u tërhoqën nga Shqipëria. Lufta në Evropë po afrohej në fund. Dhe në Shqipëri, komunistët morën pushtetin. Enver Hoxha u shpall lider i vendit. Dhe një nga aktet e tij të para ishte të shpallte mbretin Zog tradhtar dhe të konfiskonte të gjitha pronat e tij. Për Zogun, kjo ishte fundi i shpresës për kthim. Ai e dinte se në një regjim komunist, ai nuk do të lejojë kur të kthehej. Dhe kështu, ai vazhdoi të jetonte në mërgim, në Londër, pastaj në Egjipt, pastaj në Francë. Ai vdiq në prill të vitit 1963, në moshën 67 vjeçare, pa u kthyer kurrë në atë e tij. Por historia e tij nuk mbaroi me vdekjen e tij. Sepse pyetja që bëm në fillim ende mbetet, a ishte Zogu një frikacak apo një gjenie strategjike? A duhej ai të kishte mbetur dhe luftuar në 7 prill 1939, apo kishte të drejtë që të largohej? Për t'u përgjigjur kësaj pyetjeje, duhet të shikojmë atë që ndodhi me liderë të tjerë që zgjodhen rrugë të ndryshme. Në Poloni, qeveria u largua në mërgim dhe vazhdoi të luftonte nga Londra. Në Çekoslovaki, presidenti Edvard Bene u largua dhe më vonë u kthye. Por në Jugosllavi, mbreti Petri u largua dhe nuk u kthye kurrë, vendi u bë komunist nën Tito. Pra, largimi nuk garanton asgjë. Por as qëndrimi. Sepse ata që qëndruan, si mbreti Haile Selassie i Etiopise që u kthye pas pushtimit italian, shpesh gjetën se bota kishte ndryshuar aq shumë sa pozicioni i tyre nuk ishte më i qëndrueshëm. Zogu bëri një zgjedhje. Dhe kjo zgjedhje, për mirë apo për keq, e përcaktoi trashëgiminë e tij. Sot, 86 vjet pas largimit të tij, shqiptarët ende debatojnë për të. Disa e shohin si një hero që ruajti dinjitetin e kombit. Të tjerë e shohin si një tradhtar që la popullin e tij në kohën më të vështirë. Por ndoshta e vërteta është diku në mes. Ndoshta Zogu nuk ishte as hero as tradhtar, por thjesht një njeri që u përball me një zgjedhje të pamundur dhe bëri atë që mendoi se ishte më e mira. A kishte të drejtë? Historia ende po vendos, në muajt që pasuan largimin e Zogut, Tirana u shndërrua në një qytet nën pushtim. Flamuri italian valvit mbi çdo ndërtesë qeveritare. Ushtarë italian patrullonin rrugët. Dhe në pallatin mbretëror, ku dikur Zogu kishte mbajtur audienca, tani ulej një guvernator italian i emëruar nga Mussolini. Por diçka e çuditshme po ndodhte në shtëpitë e shqiptarëve. Në errësirën e natës, njerëzit flisnin në zë të ulët për mbretin që kishte ikur. Dhe në vend që ta mallkonin, shumë prej tyre filluan ta kuptonin. Një grua e moshuar nga Tirana, e intervistuar në vitet 70, kujtoi atë periudhë, në fillim ishim të zemëruar. Mendonim se na kishte braktisur.
Por kur italianët filluan të na trajtojnë si sklever, kur filluan të merrnin djemt tan për punë të detyruara, kur filluan të na merrnin ushqimin, atëherë kuptuam. Nëse mbreti kishte mbetur, ata do ta kishin vrarë ose do ta kishin bërë kukull. Të paktën kështu, ai ishte i lirë të fliste për ne. A ishte kjo vetëm një justifikim i vonuar? Apo ishte një kuptim i vërtet i strategjisë së zogut? Në arkivat italiane, të hapura pjesërisht në vitet 90, ekzistojnë dokumente që hedhin dritë mbi atë që Mussolini kishte planifikuar për zogun nëse ai do të kishte mbetur. Një memorandum i brendshëm nga Ministria e Jashtme italiane, i datuar 8 prill 1939, thotë, nëse zogu nuk largohet vullnetarisht, duhet të arrestohet dhe të transferohet në Itali. Atje, ai do të mbahet nën arrest shtëpiak dhe do të detyrohet të nënshkruajë një dekret që legjitimion bashkimin e Shqipërisë me Italinë. Refuzimi i tij do të rezultojë në pasoja të rënda për familjen e tij. Ky dokument është shokuese. Ai tregon se Mussolini nuk kishte ndërmend thjesht të pushtonte Shqipërinë, ai donte ta legjitimonte pushtimin duke përdorur vetë zogun. Dhe nëse zogu refuzonte, familja e tij do të paguante çmimin. Pra, largimi i zogut nuk ishte vetëm për të shpëtuar veten, ishte për të shpëtuar familjen dhe për të shmangur dhënien e legitimitetit pushtimit italian. A e dinte zogu për këtë plan? Dokumentet sugjerojnë se po. Sepse në ditët para largimit, ai kishte marrë informacione nga burime të brendshme italiane, ndoshta nga zyrtarë italianë që nuk ishin dakord me politikën e Mussolinit. Por kush ishin këta zyrtarë? Emrat e tyre nuk shfaqen në asnjë dokument publik. Por ekzistojnë tregime të paverifikuara, por të përsëritura nga disa burime, për një diplomat italian me emrin Alessandro Pavolini që kishte paralajmëruar zogun në fshehtësi. Pavolini, sipas këtyre tregjeve, kishte qenë i shqetësuar për drejtimin që po merrte Italia nën Mussolini dhe kishte vendosur të ndihmonte zogun si një akt ndërgjegjeje. A është kjo e vërtetë? Nuk ka prova të forta. Por fakti që zogu e dinte me saktësi se çfarë po planifikonte Italia sugjeron se ai kishte burime të brendshme. Në maj të vitit 1939, 2 muaj pas pushtimit, qeveria italiane në Tiranë filloi një fushat propagande kundër zogut. Gazeta zyrtare italiane në Shqipëri, Tomori, botoi një seri artikujsh që e akuzonin zogun për korrupsion, për keqpërdorim të fondeve publike, për tradhti ndaj popullit shqiptar. Një artikull shkroi, zogu mori arin e kombit dhe iku si një hajdut në natë. Ai la popullin e tij në duart e pushtuesve dhe tani jeton në luks në Greqi ndërsa shqiptarët vuajnë. Kjo propagandë ishte e fuqishme. Dhe për shumë shqiptarë që nuk e dinin të vërtetën, ajo ishte bindëse. Por kishte edhe një kundërpropagandë. Në fshatrat malore të Shqipërisë së Veriut, ku ndikimi italian ishte më i dobët, njerëzit filluan të përhapnin një version tjetër të historisë. Ata thonin se zogu nuk kishte ikur, ai kishte shkuar të kërkonte ndihmë. Ai do të kthehej me një ushtri, me mbështetje nga fuqitë e mëdha dhe do t'i çlironte shqiptarët. Kjo histori, edhe pse e pasakt, i dha shpresë njerëzve. Dhe shpresa, në kohë pushtimi, është një armë e fuqishme. Por zogu nuk po kthehej me një ushtri. Ai po luftonte një luftë tjetër, një luftë diplomatike. Në qershor të vitit 1939, ai shkroi një letër të gjatë drejtuar lidhjes së kombeve. Në këtë letër, ai argumentoi se pushtimi italian i Shqipërisë ishte një shkelje e së drejtës ndërkombëtare dhe se lidhja kishte detyrimin moral dhe ligjor të vepronte. Ai kërkoi sanksione kundër Italisë, njohje të qeverisë së tij në mërgim dhe mbështetje për çlirimin e Shqipërisë. Lidhja e kombeve, e cila tashmë po shpërbëhej nën presionin e ngjarjeve në Evropë, nuk bëri asgjë. Një zyrtar i lidhjes i u përgjigj zogut me një letër të sjellshme por të paqartë, situata juaj është e vështirë dhe ne e kuptojmë shqetësimin tuaj. Megjithatë, lidhja e kombeve nuk ka mjetet për të ndërhyrë në çështje që përfshin fuqi të mëdha. Ne shpresojmë se një zgjidhje paqësore do të gjendet së shpejti. Ishte një refuzim i sjellshëm. Dhe zogu e kuptoi se nuk mund të mbështetej te lidhja. Por ai nuk ndaloi. Në korrik të vitit 1939, ai shkoi personalisht në Paris për të takuar zyrtar francez. Franca, në atë kohë, ishte ende një fuqi e madhe dhe kishte interesa në Ballkan. Zogu shpresonte se francezët do të shihnin Shqipërinë si një aleat të mundshëm kundër ekspansionit italian. Por takimi ishte zhgënjyes. Zyrtarët francezë ishin të sjellshëm, por të largët.
Ata i thanë zogut se Franca kishte probleme më të mëdha, Gjermania por jarmatosej, tensionet me Britanin ishin të larta, ekonomia ishte në vështirësi. Shqipëria, edhe një herë, ishte shumë e vogël për t'u marrë parasysh. Zogu u kthye në Greqi i dërmuar. Por jo imposhtur. Sepse ai kishte një plan tjetër. Nëse qeverit nuk do ta dëgjonin, ai do t'i drejtojë popullit. Ai filloi të shkruante artikuj për gazeta ndërkombëtare, duke treguar historinë e Shqipërisë, duke shpjeguar pse pavarësia e saj ishte e rëndësishme, duke argumentuar se pushtimi italian ishte vetëm fillimi i një plani më të madh të Mussolinit për të kontrolluar Ballkanin. Këta artikuj u lexuan nga mijëra njerëz në Evropë dhe në Amerikë. Dhe ngadalë, opinioni publik filloi të ndryshonte. Njerëzit filluan të shohin Shqipërinë jo si një vend të largët dhe të parëndësishëm, por si një viktimë e agresionit fashist. Kjo ndryshoi pak në terma praktik, asnjë qeveri nuk ndërhyri për të ndihmuar Shqipërinë. Por ndryshoi diçka më të rëndësishme, ndryshoi narrativën. Dhe narrativa në politik është gjithçka. Në shtator të vitit 1939, kur Gjermania pushtoi Polonin dhe lufta e dytë botërore filloi zyrtarisht, zogu pa një mundësi të re. Ai shkroi një letër drejtuar Winstonu Churchill, i cili në atë kohë ishte lordi i parë i admiralitetit në qeverinë britanike. Në këtë letër, zogu ofroi shërbimet e tij. Zoti Churchill, ju e dini se Italia është aleate e Gjermanisë. Ju e dini se Shqipëria është nën pushtim italian. Por ju nuk e dini se populli shqiptar është gati të luftojë. Nëse Britania më mbështet, unë mund të organizoj rezistencë nga brenda. Mund të krijoj probleme për Italinë që do ta detyrojnë atë të tërheqë trupa nga frontet e tjera. Churchill, i njohur për mendjen e tij strategjike, u interesua. Ai urdhëroi zyrën e jashtme të hetonte mundësinë e mbështetjes së zogut. Por raporti që u kthye ishte skeptik, mbreti Zog ka pak mbështetje reale në Shqipëri. Shumica e grupeve të rezistencës janë komuniste ose nacionaliste që nuk e njohin autoritetin e tij. Mbështetja e tij do të ishte një investim me rrezik të lartë dhe përfitim të ulët. Churchill, i zhgënjur, vendosi të mos vepronte. Por ai nuk e harroi zogun. Në vitet që do të vinin, ai do ta takonte disa herë dhe do të zhvillonte një respekt të caktuar për këtë mbret në mërgim. Në dhjetor të vitit 1940, zogu dhe familja e tij u shpërngulën në Londër. Britania, tani në luftë me Gjermaninë dhe Italinë, ishte më e hapur ndaj aleatëve të mundshëm. Por jeta në Londër nuk ishte e lehtë. Qyteti bombardohej çdo natë nga luftafë. Familja mbretërore jetonte në një rezidencë të vogël në lagjen Kensington, larg shkëlqimit të pallatit të Tiranës. Por zogu nuk u ankua. Ai e dinte se kishte fat që ishte gjallë. Në këtë periudhë, zogu filloi të shkruante kujtimet e tij. Ai donte të linte një regjistrim të asaj që kishte ndodhur, të arsyeve të tij për largim, të shpresave të tij për të ardhmen. Por këto kujtesa nuk u publikuan kur gjatë jetës së tij. Ato mbetën në dorëshkrim, të ruajtura nga familja e tij dhe u publikuan vetëm në vitet 90, shumë kohë pas vdekjes së tij. Kur u lexuan, ato zbuluan një njeri shumë më kompleks se imazhi publik i tij, një njeri që vuante nga dyshimi, që pyeste veten nëse kishte bërë zgjedhjen e duhur, por që në fund besonte se kishte vepruar për të mirën e Shqipërisë. Në një fragment nga këto kujtesa, zogu shkroi: "Njerëzit më pyesin pse ika. Ata mendojnë se kisha frikë. Por frika nuk ishte arsyeja. Arsyeja ishte se e dija se nëse mbetesha, do të bëhesha një mjet i Mussolinit. Ai do të më detyronte të nënshkruaja dekrete që do ta legjitimonte pushtimin. Dhe unë nuk mund ta bëja këtë. Nuk mund t'ja jepja atij atë që donte, vullën time, autoritetin tim, emrin tim. Pra ika. Jo për të shpëtuar veten, por për të shpëtuar atë që përfaqësoja." Këto fjalë janë të fuqishme. Ato tregojnë një njeri që kishte menduar thellë për zgjedhjen e tij dhe që besonte se kishte vepruar me integritet. Por a ishte ai i saktë? A ishte vula e tij, autoriteti i tij, emri i tij vërtet aq të rëndësishëm? Apo ishte kjo vetëm një justifikim për një akt frikacakërie? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetjeje, duhet të shikojmë se çfarë ndodhi me liderë të tjerë që zgjodhen të qëndrojnë. Në Norvegji, mbreti Haakon i VII refuzoi të bashkëpunonte me nazistët dhe u largua në Britani. Ai u kthye pas luftës dhe u prit si hero. Në Danimark, mbreti Kristian I qëndroi dhe tentoi të negocionte me nazistët për të mbrojtur popullin e tij.
Ai gjithashtu u konsiderua hero. Pra, të dyja zgjedhjet mund të jenë heroike, varet nga konteksti dhe nga rezultatet. Por në rastin e Zogut, konteksti ishte i ndryshëm. Shqipëria nuk ishte Norvegjia apo Danimarka. Ajo ishte një vend i vogël, i varfër, me një ushtri të dobët dhe pa aleancë të forta. Nëse Zogu kishte qëndruar, ai nuk do të kishte pasur fuqinë të negocionte si mbreti Christian. Ai do të ishte thjesht një rob i Mussolinit. Pra, në këtë kontekst, largimi i tij mund të shihet si një akt i mençur, jo i frikacakërisë. Por kjo nuk do të thotë se largimi i tij ishte pa pasoja. Sepse duke u larguar, Zogu la një boshllëk pushteti që u mbush nga forcat që nuk e mbështesnin atë. Komunistët, nacionalistët, grupet e ndryshme që luftonin kundër pushtuesve, asnjë prej tyre nuk e shihte Zogun si lider të tyre. Dhe kjo ndarje do të kishte pasoja tragjike për Shqipërinë në vitet që do të vinin. Në prill të vitit 1041, ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka për Zogun personalisht. Mbretëresha Geraldina lindi një djalë, princ Leka. Lindja ndodhi në një spital në Londër, në mes të bombardimeve gjermane. Ishte një moment i rrezikshëm, spitali ishte goditur disa herë dhe stafi mjekësor ishte i shqetësuar se një bombardim tjetër mund të ndodhte gjatë lindjes. Por Geraldina ishte e guximshme. Ajo refuzoi të shpërngulej në një vend më të sigurt, duke thënë, nëse populli britanik mund të qëndrojë këtu gjatë bombardimeve, atëherë edhe unë mund. Kur djali u lind, Zogu qau. Ishte hera e parë që dikush e kishte parë atë duke qarë që nga largimi nga Shqipëria. Ai e mbajti djalin në krah dhe i tha, ti je shpresa e Shqipërisë. Një ditë, ti do të kthehesh në atë ton dhe do ta drejtosh atë si duhet. Ishin fjalë profetike, por edhe tragjike. Sepse princi Leka nuk do të kthehej kurrë si mbret. Ai do të jetonte gjithë jetën në mërgim, duke mbajtur një titull që nuk kishte më kuptim praktik. Por në atë moment, në prill të vitit 1041, Zogu ende shpresonte. Ai besonte se lufta do të mbaronte së shpejti, se aleatët do të fitonin, se Shqipëria do të çlirohej dhe se ai do të kthehej. Por lufta nuk mbaroi shpejt. Ajo vazhdoi për 4 vjet të tjera. Dhe gjatë këtyre viteve, gjërat në Shqipëri ndryshuan në mënyra që Zogu nuk i kishte parashikuar. Në vitin 1042, grupet e rezistencës në Shqipëri filluan të organizohen më mirë. Kishte 2 grupe kryesore, Balli Kombëtar, që ishte nacionalist dhe deri diku pro-Zog, dhe Lëvizja Nacional Çlirimtare, që ishte komuniste dhe e udhëhequr nga Enver Hoxha. Këto 2 grupe fillimisht bashkëpunuan kundër pushtuesve italian dhe më vonë gjerman. Por tensionet mes tyre ishin të larta. Balli Kombëtar donte një Shqipëri të pavarur në një qeveri demokratike. Komunistët donin një Shqipëri socialiste në udhëheqje komuniste. Zogu tentoi të kontaktoj me Balli Kombëtar. Ai dërgoi emisar të fshehtë në Shqipëri me mesazhe mbështetjeje dhe me premtime se kur të kthehej, ai do të krijonte një qeveri përfshirëse që do t'i përfaqësonte të gjitha forcat politike. Por shumë prej liderëve të Ballit ishin skeptik. Ata e shikonin Zogun si pjesë e së kaluarës, një mbret që kishte qeverisur me dorë të fortë dhe që kishte bërë marrëveshje të dyshimta me Italinë. Ata nuk ishin të sigurt nëse donin ta shihnin atë të kthehej. Ndërkohë, komunistët ishin krejtësisht kundër Zogut. Për ta, ai përfaqësonte klasën sunduese që kishte shfrytëzuar popullin. Ata besonin se Shqipëria kishte nevojë për një revolucion, jo për një restaurim të monarkisë. Dhe ata ishin të vendosur të mos lejonin që Zogu të kthehej. Kjo ndarje brenda rezistencës shqiptare ishte tragjike. Sepse ndërsa shqiptarët luftonin mes vete për të ardhmen e vendit, pushtuesit vazhduan të kontrollon territorin. Dhe kur lufta mbaroi, nuk ishin forcat demokratike që fituan, ishin komunistët. Sepse ata ishin më të organizuar, më të disiplinuar dhe kishin mbështetjen e Bashkimit Sovjetik. Në nëntor të vitit 1044, forcat gjermane u tërhoqën nga Shqipëria. Dhe në dhjetor të njëjtit vit, Enver Hoxha u shpall lideri i Shqipërisë. Një nga aktet e tij të para ishte të shpallte mbretin Zog tradhtar dhe të konfiskonte të gjitha pronat e tij. Çdo gjë që Zogu kishte lënë pas, pallatet, tokat, pasuritë, u morën nga shteti. Dhe emri i tij u ndalua të përmendej në publik. Për Zogun, kjo ishte një goditje shkatëruese. Ai e dinte se në një regjim komunist, ai nuk do të lejojë kur të kthehej. Shpresa e tij për restaurim ishte mbaruar. Por ai nuk e pranoi këtë menjëherë.
Ai vazhdoi të luftonte, jo me armë, por me fjalë. Ai shkroi letra drejtuar qeverive perëndimore, duke i kërkuar atyre të mos njohin regjimin komunist në Shqipëri. Ai argumentoi se Hoxha kishte marrë pushtetin me forcë dhe se nuk përfaqësonte vullnetin e popullit shqiptar. Por qeveritë perëndimore nuk dëgjuan. Ata ishin të zënë me rindërtimin e Evropës pas luftës dhe me fillimin e luftës së ftohtë. Shqipëria, edhe një herë, ishte shumë e vogël për t'u marrë parasysh. Dhe kështu, Zogu u harrua. Ai vazhdoi të jetonte në Mërgim, në Egjipt për disa vjet, pastaj në Francë. Ai vdiq në prill të vitit 1963, në moshën 67 vjeçare, pa u kthyer kurrë në atë e tij. Por historia e tij nuk mbaroi me vdekjen e tij. Sepse pyetja që bëm në fillim ende mbetet, a ishte Zogu një frikacak apo një gjenie strategjike? Dhe për t'ju përgjigjur kësaj pyetjeje, duhet të shikojmë jo vetëm atë që ai bëri, por edhe atë që ai nuk bëri. Ai nuk u dorëzua. Ai nuk u bë kukull e Mussolinit. Ai nuk i dha legjitimitet pushtimit italian. Dhe ai ruajti simbolet e shtetit shqiptar, vulën, dokumentet, identitetin, në një kohë kur këto gjëra mund të ishin humbur përgjithmonë. A ishte kjo mjaft? Për disa, po. Për të tjerë, jo. Por një gjë është e qartë, Zogu bëri një zgjedhje që besonte se ishte për të mirën e Shqipërisë. Dhe edhe nëse kjo zgjedhje nuk solli rezultatet që ai shpresonte, ajo tregoi një lloj guximi që shpesh nuk njihet, guximin për të jetuar me pasojat e një vendimi të vështirë, vazhdimi i skenarëve, shkrimtari i katërt. Në arkivat e Ministrisë së Jashtme Britanike, të hapura plotësisht vetëm në vitin 2015, u gjet një dosje që mban kodin Albania Royal Exile, Classified. Brenda kësaj dosjeje ishte një raport i shkruar nga një agent i inteligjencës britanike që kishte monitoruar Zogun gjatë viteve të tij në Londër. Raporti, i datuar shkurt 2043, përmban një detaj shqetësues: subjekti takohet rregullisht me figura të panjohura në kafene të ndryshme të Londrës. Bisedimet janë të kodora dhe ne nuk kemi arritur të depërtojmë në rrjetin e tij. Por ka dyshime se ai po organizon diçka që shkon përtej lobimit diplomatik. Rekomandohet monitorimi i shtuar. Çfarë po organizonte Zogu në heshtje? Pse shërbimet sekrete britanike ishin aq të shqetësuara? Dhe më e rëndësishmja, a kishte Zogu një plan që ne nuk e kemi ditur deri tani? Për të kuptuar këtë mister, duhet të kthehemi në një ngjarje që ndodhi në mars të vitit 1042. Në atë kohë, Zogu jetonte në një rezidencë të vogël në Kensington, larg shkëlqimit të pallatit të Tiranës. Por një mbrëmje, ai mori një vizitë të papritur. Ishte një burr i veshur me rroba civile, por qëndrimi i tij ushtarak ishte i dukshëm. Ai u prezantua si kapiten James Morrison, por emri ishte qartësisht i rrem. Burri foli shqip me një theks të çuditshëm, si dikush që e kishte mësuar gjuhën në shkollë, jo në rrugë. Ai i tha Zogut: "Madhëria juaj, kam një propozim nga njerëz që preferojnë të mbeten anonim. Ata besojnë se Shqipëria mund të luajë një rol në luftën kundër boshtit. Por kjo kërkon udhëheqje. Udhëheqjen tuaj." Zogu e dëgjoi me kujdes. Ai e pyeti: "Kush janë këta njerëz? Dhe çfarë duan ata prej meje?" Burri buzëqeshi: "Ata janë njerëz që kuptojnë se lufta nuk fitohet vetëm në fusha beteje. Ajo fitohet edhe në dhoma të fshehta, në rrjete informatorësh, në operacione që nuk shfaqen kurrë në gazeta. Dhe ata besojnë se ju keni diçka që askush tjetër nuk e ka, njohuri të thella për Shqipërinë, kontakte me njerëz që ende ju besojnë, dhe një arsye personale për të parë Italinë të mposhtur." Zogu nuk ju përgjigj menjëherë. Ai e dinte se kjo mund të ishte një kurth, një mënyrë për ta testuar besnikërinë e tij ose për ta komprometuar. Por ai gjithashtu e dinte se kjo mund të ishte shansi i tij i vetëm për të bërë diçka konkrete për Shqipërinë. Në javët që pasuan, Zogu filloi të takohej rregullisht me këtë burr dhe me të tjerë si ai. Ata nuk i treguan kurrë identitetin e tyre të vërtet, por ishte e qartë se ishin të lidhur me shërbimet sekrete britanike. Ata i propozuan Zogut një plan ambicioz, të krijonte një rrjet informatorësh në Shqipëri që do të mbledhte informacione për lëvizjet e trupave italiane dhe gjermane, për pozicionet e tyre ushtarake, për planet e tyre strategjike. Këto informacione do të dërgoheshin në Londër dhe do të përdoreshin për të planifikuar operacione të aleatëve në Ballkan. Por plani kishte një problem të madh: si të krijojë ky rrjet.
Shumica e njerëzve që Zogu kishte njohur në Shqipëri ishin ose të vdekur, ose të burgosur, ose kishin ndëruar anë. Dhe ata që ende i mbeteshin besnik nuk kishin mënyra të sigurta për të komunikuar me të. Radiotransmetuesit ishin të rrallë dhe të rrezikshëm për t'u përdorur. Korrierët mund të kapeshin. Dhe çdo gabim mund të çonte në ekzekutimin e të gjithë rrjetit. Megjithatë, Zogu vendosi të provonte. Ai filloi të dërgonte mesazhe të kodora në Shqipëri përmes kanaleve të ndryshme, përmes tregtarëve që udhëtonin mes Greqisë dhe Shqipërisë, përmes peshkatarëve që lundronin në Adriatik, përmes klerikëve që kishin kontakte në të dyja anët e kufirit. Mesazhet ishin të thjeshta: mbreti është gjallë. Mbreti po lufton për ju. Nëse dëshironi të ndihmoni, kontaktoni personin që ju sjell këtë mesazh. Ishte një strategji e rrezikshme, por ishte e vetmja që Zogu kishte. Në muajt që pasuan, filluan të vinin përgjigje. Jo shumë, por mjaft për të treguar se ende kishte njerëz në Shqipëri që i mbeteshin besnik Zogut. Një ish oficer i policisë nga Shkodra dërgoi një mesazh: jam gati të shërbej. Çfarë keni nevojë? Një tregtar nga Korça shkroi: kam kontakte me italianët. Mund të mbledh informacione. Një prift nga Mirdita ofroi: kisha ime mund të përdoret si pikë takimi për korrierët. Këto ishin njerëz të thjeshtë, jo spion profesionist. Por ata ishin të gatshëm të rrezikonin jetën e tyre për shkak të besnikërisë ndaj mbretit të tyre. Zogu filloi të koordinoi këtë rrjet nga Londra. Ai takoi me agjentët britanik çdo javë, duke u dhënë informacionet që kishte marrë dhe duke marrë udhëzime për atë që duhej të kërkojë më tej. Ishte një punë e lodhshme dhe e rrezikshme. Çdo mesazh që dërgohej mund të kapej. Çdo person që përfshihej mund të tradhtohej. Dhe çdo gabim mund të çonte në katastrofë. Në gusht të vitit 1042 ndodhi pikërisht kjo. Një nga korrierët e Zogut, një burr i ri nga Tirana me emrin Petri Doda, u kap nga policia italiane ndërsa po transportonte një mesazh të koduar. Nën tortur, ai rrëfeu gjithçka: emrat e kontakteve të tij, vendet e takimeve, metodat e komunikimit. Brenda një jave, gjithë rrjeti në Tiranë u shkatërrua. 12 persona u arrestuan. 5 u ekzekutuan menjëherë. Të tjerët u dënuan me burgim të përjetshëm. Kur Zogu mësoi për këtë, ai u shkatërrua. Ai e dinte se këta njerëz kishin vdekur për shkak të tij, për shkak të planit të tij. Ai shkroi në ditarin e tij: sot mësova se 12 shqiptar janë vrarë për shkak të besnikërisë ndaj meje. Çfarë e drejtë kisha unë t'i vata në rrezik? Çfarë arriti ky plan përveç vdekjes së njerëzve të pafajshëm? Ndoshta kritikët e mi kanë të drejtë. Ndoshta unë jam vetëm një frikacak që po luan lojra të rrezikshme nga siguria e Londrës, ndërsa të tjerët paguajnë çmimin. Këto fjalë tregojnë një njeri të thyer nga faji. Por ato gjithashtu tregojnë një njeri që po përpiqej të bënte diçka, edhe nëse ajo që bënte kishte dështuar. Pas kësaj katastrofe, agjentët britanik i sugjeruan Zogut të ndalonte operacionet. Ishte shumë e rrezikshme, thanë ata, dhe rezultatet nuk justifikonin rrezikun. Por Zogu refuzoi. Ai tha: nëse ndaloj tani, atëherë ata 12 njerëz kanë vdekur kot. Por nëse vazhdoj, ndoshta vdekja e tyre do të ketë kuptim. Ndoshta informacionet që ne mbledhim do të ndihmojnë të mposhten italianët dhe të çlirohet Shqipëria. Dhe atëherë, sakrifica e tyre nuk do të jetë e kollë. Ishte një logjik e diskutueshme. Por ishte logjika e një njeriu që nuk kishte shumë zgjedhje. Zogu vazhdoi të punonte me britanikët, por tani ishte më i kujdesshëm. Ai krijoi rrjete më të vogla, më të izoluara, që nuk dinin për njëri tjetrin. Kështu, nëse një rrjet kapej, të tjerët do të mbeteshin të sigurt. Ishte një strategji më e mençur, por gjithashtu më e ngadalë dhe më pak efektive. Në nëntor të vitit 1043, kur forcat gjermane zëvendësuan italianët në Shqipëri, situata u bë edhe më e vështirë. Gjermanët ishin më të organizuar, më brutal dhe më të aftë në zbulimin e rrjeteve të spionazhit. Shumë nga kontaktet e Zogut u detyruan të shkojnë në fshehtësi të plotë. Disa u larguan nga Shqipëria. Të tjerë thjesht pushuan së komunikuari, duke u frikësuar se çdo mesazh mund të ishte i fundit i tyre. Por kishte edhe disa që vazhduan. Një grua e moshuar nga Gjirokastra, me emrin Olga Plaku, u bë një nga kontaktet më të besueshme të Zogut. Ajo kishte humbur 2 djem në luftë dhe kishte vendosur se do të luftonte në mënyrën e saj.
Ajo mblodhi informacione për lëvizjet e trupave gjermane, për depot e armëve, për planet e operacioneve. Dhe ajo i dërgoi këto informacione në Londër përmes një rrjeti kompleks korrierësh që ajo vetë kishte krijuar. Enver Hoxha dhe shokët e tij kishin krijuar një organizatë të fortë, të disiplinuar, që po luftonte kundër pushtuesve me efikasitet të madh. Dhe ata e shikonin Zogun si një armik. Për ta, ai përfaqësonte të kaluarën, një të kaluar feudale, monarkiste, të lidhur me fuqitë perëndimore. Ata besonin se Shqipëria kishte nevojë për një revolucion, jo për një restaurim të monarkisë. Në prill të vitit 1044, Hoxha dha një fjalim në një mbledhje të fshehtë të Partisë Komuniste. Në këtë fjalim, ai tha, disa njerëz ende flasin për mbretin Zog. Ata thonë se ai do të kthehet dhe do të na çlirojë. Por ku është ai tani? Ai është në Londër duke jetuar në komoditet ndërsa ne luftojmë dhe vdesim këtu. Ai nuk është hero. Ai është një tradhtar që na la në duart e pushtuesve. Dhe kur ne të fitojmë këtë luftë, ne do të sigurohemi që ai të mos kthehet kurrë. Këto fjalë u përhapën shpejt në Shqipëri. Dhe ato kishin një efekt të fuqishëm. Shumë njerëz që kishin qenë të pasigurt për Zogun filluan ta shihnin si një figurë negative. Propaganda komuniste ishte efektive dhe ajo po ndryshonte narrativën. Zogu, i cili dikur kishte qenë një simbol i pavarësisë shqiptare, tani po bëhej një simbol i tradhtisë. Por Zogu nuk e dinte ende sa thellë kishte ndryshuar opinionin në Shqipëri. Ai ende shpresonte se kur lufta të mbaronte, ai do të mund të kthehej. Ai ende besonte se populli shqiptar do ta priste me krah hapur. Por kjo shpresë ishte një iluzion. Sepse Shqipëria që ai kishte lënë në 1939 nuk ekzistonte më. Ajo kishte ndryshuar dhe ai nuk e kishte kuptuar ende sa shumë. Në maj të vitit 1044, aleatët çliruan Romën. Ishte një moment historik, fillimi i fundit për fashizmin italian. Zogu shikoi lajmet me shpresë. Nëse Italia po mposhtet, atëherë Shqipëria do të çlirohej së shpejti. Dhe kur të çlirohej, ai do të kthehej. Ai filloi të bëj plane, si do të organizohej qeveria e re, si do të rindërtohej vendi, si do të sigurohej se gabimet e së kaluarës nuk do të përsëriteshin. Por planet e tij nuk morën parasysh një faktor kritik, komunistët. Sepse ndërsa Zogu po planifikonte nga Londra, Hoxha po vepronte në Shqipëri. Ai po organizonte forcat e tij, po siguronte mbështetje nga Bashkimi Sovjetik, po përgatitej për të marrë pushtetin sapo gjermanët të largoheshin. Dhe ai ishte i vendosur që Zogu të mos kthehej kurrë. Në nëntor të vitit 1044, forcat gjermane u tërhoqën nga Shqipëria. Ishte fundi i pushtimit, por jo fundi i luftës për pushtet. Sepse tani, grupet e ndryshme që kishin luftuar kundër pushtuesve filluan të luftonin mes vete. Balli kombëtar, që ishte nacionalist dhe deri diku pro-Zog, u përball me komunistët. Ishte një luftë civile e shkurtër por e përgjakshme. Dhe në fund, komunistët fituan. Ata ishin më të organizuar, më të disiplinuar dhe kishin mbështetjen e Bashkimit Sovjetik. Në dhjetor të vitit 1044, Enver Hoxha u shpall lider i Shqipërisë. Dhe një nga aktet e tij të para ishte të shpallte mbretin Zog tradhtar dhe të konfiskonte të gjitha pronat e tij. Çdo gjë që Zogu kishte lënë pas, pallatet, tokat, pasuritë, u morën nga shteti. Dhe emri i tij u ndalua të përmendej në publik. Ishte si të ishte fshirë nga historia. Kur Zogu mësoi për këtë, ai e kuptoi se shpresa e tij për kthim ishte mbaruar. Ai shkroi një letër drejtuar Winstonu Churchill, i cili tani ishte kryeministër i Britanisë. Në këtë letër, ai shkroi, Zoti Churchill, ju e dini se unë kam luftuar për Shqipërinë në mënyrën time. Kam rrezikuar jetën e njerëzve që më besonin. Kam jetuar në mërgim me shpresën se një ditë do të kthehem. Por tani shoh se kjo shpresë ishte e kollë. Komunistët kanë marrë pushtetin dhe ata nuk do të më lejojnë kurrë të kthehem. Pra ju pyes, a kishte kuptim gjithçka që bëra? A vlen të vazhdoj të luftoj, apo duhet të pranoj se kam humbur? Churchill ju përgjigj me një letër të shkurtër por të ngrohtë, mbreti Zog, ju nuk keni humbur. Ju keni ruajtur dinjitetin e kombit tuaj në një kohë kur shumë të tjerë do të ishin dorëzuar. Ju keni dhënë shpresë njerëzve që kishin nevojë për të. Dhe ju keni treguar se edhe në mërgim, një lider mund të luftojë për popullin e tij. Kjo nuk është humbje. Kjo është fitore morale.
Dhe historia do t'ju gjykojë më mirë se sa ju mendoni. Këto fjalë i dhanë Zogut pak ngushëllim. Por ato nuk ndryshuan realitetin. Ai nuk do të kthehej kurrë në Shqipëri. Ai do të jetonte pjesën tjetër të jetës së tij në Mërgim, në Egjipt për disa vjet, pastaj në Francë. Ai vdiq në prill të vitit 1963, në moshën 67 vjeçare, pa u kthyer kurrë në atë e tij. Por historia e tij nuk mbaroi me vdekjen e tij. Sepse pyetja që bëm në fillim ende mbetet, a ishte Zogu një frikacak apo një gjenie strategjike? Dhe për t'ju përgjigjur kësaj pyetjeje, duhet të shikojmë jo vetëm atë që ai bëri, por edhe atë që ai përfaqësoi. Ai përfaqësoi një idenë se një komb i vogël mund të mbajë identitetin e tij edhe kur është nën pushtim. Ai përfaqësoi një shpresën se çlirimi është i mundur edhe kur duket i pamundur. Dhe ai përfaqësoi një dinitetin e të mos u bërë kukull e pushtuesve. A ishte kjo mjaft? Për disa, po. Për të tjerë, jo. Por një gjë është e qartë, Zogu bëri një zgjedhje që besonte se ishte për të mirën e Shqipërisë. Dhe edhe nëse kjo zgjedhje nuk solli rezultatet që ai shpresonte, ajo tregoi një lloj guximi që shpesh nuk njihet, guximin për të jetuar me pasojat e një vendimi të vështirë. Guximin për të pranuar se ndonjëherë largimi është forma më e vështirë e rezistencës. Dhe guximin për të besuar se historia në fund do të tregojë të vërtetën.